Prapë, mire vëlla, unë e di që ju keni dasëm gëzimi madh, po nuk lejohet kjo më, o njerëz. Si e vëlla, qa keni këtë tradite? Blokoni autostradën aty. Shiko sa ka vajtur trafiku aty. Ja dhe një dy ka ndal nga makina bëjnë muhabet aty, ja kupton dhe tani këto marrin valle mes autostradës. Në autostradë, o njerëz. Nuk është tradite e shqiptarit kjo, më është turp kjo më. Nuk ka për mburrje kjo, janë e morën valle, bllokuam rrugën. S'më duket normale. Nuk më duket absolutisht. Një nga ta që isha në trafik isha dhe unë. Pra pikërisht, tash çka ka ndodhur. Por disa u martokëm, kanë qef aty në mes ditës, hajtë se po bllokoj rrugën, ditë e diel aty dhe varje më se presin ta, punë e madhe kemi gëzimne. Higjini këto e burselat namare. Ora nuk është tradite jona kjo. Pastaj shteti ku është këtu e burr. Se parkon 5 minuta aty të blesh diçka, glap gjobën 30.000 lekë. Po këta vëlla. Se është sezoni dasmave tani. Hiqeni këtere, nuk është tradite jonë kjo, o njerëz. Hiqeni, nuk është tradite jonë. Të bllokojmë rrugën. Se është turp.